Jam I divorcuar nga gruaja. Nuk më donte. Me atë nuk flitet. Qa të them më ka marrë malli. Dua që të flas me të takoj. Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Keni hyrë në kanalin tim zyrtar në YouTube, Odeta Dume Mandro. Për të qenë pjesë e live-eve të mia, ju e dini, duhet të abonoheni duke klikuar poshtë tek fotoja ime. Ditën e sotme do të hap dritaren për një baba, është 45 vjeç, quhet Edmond Kasmi, I cili pas shumë viteve martesë I dha fund duke u divorcuar me bashkëshorten pikërisht të vitin 2021. Por çfarë ka ndodhur në martesën e tyre? Pse pas shumë viteve martesë ata I dhan fund gjithçkaje? Do të jetë Edmondi që do na I rrëfej ditën e sotme dhe mbi të gjitha I kërkon të drejta si një baba që të takoj vajzën e tij të vogël. Hap dritaren dhe e përshëndes. Edmond, përshëndetje. Përshëndetje. Si jeni? Mirë, se kalove. Më dërgove një mesazh se ke një problem. Po. Çfarë ka ndodhur? Kam prej 6 ditësh që nuk komunikoj me gocan time, me vajzën time 14 vjeçare. Pse? Çfarë ka ndodhur që nuk komunikon me vajzën? Jam I divorcuar nga gruaja. Jeni divorcuar nga bashkëshortja? Po. Sa vite keni që jeni divorcuar? Prej 2021-shit. Sa fëmijë keni sjell nga kjo martesë? 3 fëmijë. Dhe qa moshe kanë fëmijët? Janë të mëdhenj, 2 janë të mëdhenj, kjo është e vogla. 2 fëmijët e rritur, ke kontakte? Po. Vetëm me vajzën e vogël nuk ke kontakte? Po. Por kush ta ka penguar? Ish gruaja? Po. Por ti e telefonon dhe ajo nuk të përgjigjet? Po, I ka bllokuar gjithë atyrjet. Dhe ku, Dhe as kontakt fizikisht nuk kam. dhe ku jeton ish bashkëshortja me fëmijët? Ajo jeton në qytetin e Gramshit. Po ju vetë ku jetoni? Unë jetoj në shat, në larg Gramshit. Edmond, por me 2 fëmijët e tjerë të rritur, nuk e telefonuar që të nxjerrim motrën e tyre të vogël? Kam telefonuar, pa ta nuk jetojnë këtu, jetojnë në shtetit. Fëmijët e mëdhenj nuk janë në Shqipëri. Po. Më lejon të pyes? Po. Pse u divorcove në vitin 2021 me bashkëshorten? Asu nuk e di, sepse çopa në Greqi në 2021, në prill, në 4 prill kam qenë në 2021, atje në Greqi dhe aty më tha që deri këtu janë rrugtonat dhe këtu do ndahemi tha. Edhe ju ishit në Greqi? Jo, unë nuk theva vend atë se më tha mua që nuk ka vend për ty, se unë më vajta për punë dhe unë atëherë në atë kohë, në 2021, në 4 prill, për të punuar dhe ata që për ty dhe nuk ka punë. Dhe ndetëm njerëz dhe vetë atje dhe unë nuk u ktheva prapë se më për ty nuk ka vend në këtu të për të punuar. Edhe unë nuk ktheva prapë me taksizhi unë, venda ditës. Por ajo, le të themi, kërkoi ndarjen prej teje. Po. Por një grua që kërkon ndarjen brenda një dite është e pamundur, do thotë që gjërat nuk kanë funksionuar në martesën tuaj sa ka arritur divorci. Ka patur një shkak që e ka kërkuar ndarjen. Ju çfarë dyshoni? Kishte mosbindje. Mosbindje për çfarë? Mosbindje për shembull që nuk bind, se nuk e di. Nga unionja, nuk pati pengesa. Por ti si reagove kur ajo të tha largohu, ikë nga Greqia? Dhe unë u largova, s'qa të bëja. E lanë gocën atë dhe u largova, nuk që të bëja, s'qa kurrija. Po nuk I kërkove një shpjegim gruas që pse kërkon divorcin? Që I thash, më tha, kaq procenta. I dashur Edmond, sa vite martesë që duat bashkë? Unë jam martuar që në 2004. Si e njohur me nënën e fëmijëve? Me mbresëri. Sa vjeç ka qenë nusja në atë kohë? 19. Po ju?
Unë isha 23. Mund të pyes si ka qenë martesa juaj, se nga 2004 deri në 2021 që jeni divorcuar, keni jetuar plot vite me njëri tjetrin. Po, shumë mirë. Po, ka pasur dhe mosmarrëveshje, sepse ka qenë shumë komfort. Po unë jam treguar tolerant ndaj asaj, sepse nuk kam dashur që unë të krijoja konflikte, sepse kisha fëmijë në mes. Ju keni jetuar të dy së bashku, apo keni pasur dhe prindrit tuaj? Kam pasur dhe prindrit, jetoja bashkë tuja me stre me prindrit. Por ajo si sillej me prindrit tuaj? Me copa. Kur themi me copa, keni pasur konflikte? Po. Për çfarë vinin konfliktet në familjen tuaj? Ashtu kështë tekat ajo, edhe janë si puna telefonet që më tani telefonin. Po kur themi që nusja ka patur teka... I thyen të telefonat pa gjë të keqe hiç. Më falë që të pyes, mos ka patur probleme të shëndetit mendor, se nuk është normale të pyesh telefonat? Jo, fare. Ashtu i tekshe asaj dhe ashtu vepronte. Por kur ajo vepronte në këtë lloj forme, nuk sillej mirë me ty, me nënën tënde, ti fole me ish-vjerrin tënd, kërkove ndihmë? Pa ta folur, së më thoshin gjë, vetëm këtë më thoshin mua, më rria gjithmonë më thoshin mua, jo X po Y, jo ky po ai, për presione, më kupton. Si presione? Kush të bënte presione? Bënë presione njerëz e vetë. Pse ata nuk të donin ty si dhëndër? Më donin, po ishtë njëra nuk më donte. Për çfarë nuk të donte? Nuk e di asun se di. Por ti nuk munde do të flisje me gruan tënde pse ajo sillej kështu, se ndoshta edhe s'të ka dashur dhe ka dashur të largohet nga ty. Nuk pranonte. Po mirë, ti e ke pasur grua, ke ndarë shtratin shumë vite me atë. E di. Dhe sot një jetë Thoshe që nuk kanë gjë, thoshe ashtu e kanë, thoshe ata, thoshe, mos të mërzit më thoshe mua. Jo e patalon kohës, thoshe, unë dalet, thoshe, unë që të bëhet. Dhe divorci erdhi pa pritur dhe ti nuk e mendoje që ajo do ikte në Greqi dhe do të braktiste. Jo, nuk e di, ja. Vetëm kur e mora vesh, që ajo kisha marrë gjitha plashkat, i kisha futur në taksit. Gjitha plashkat dhe nuk shëron asnjë gjë ke shtëpia, që unë nuk jetoja këtu me baban atë në atë kohë që unë u divorcova, jetoja në qytet, në Gramsh. Ju pas disa viteve martes u ndat nga prindrit e tu? Po, u ndava në 2020 në shkova në Gramsh. Për një jetë më të mirë apo ta kërkoj ish nusja? E kërkovi ajo. Sepse ajo nuk ishte e kënaqur. Se ta o do ikim, se na kërkovi dhe këtoj, ta o do ikim, se neve ta do ndahemi, ta. Dhe unë për mos ndar nga fëmija, për mos prishur lidhjet e martesës, pranova që ikëm në qytet. Por pse, le të themi ajo nuk ishte e kënaqur me jetën që bënte aty në fshat me prindrit e tu? Po. Por në qytet që jetuat bashk, si vazhdoi kjo marrëdhënie, ky raport mes teje dhe asaj? E njëjta Terezi ishte. Por çfarë kërkonte ajo më shumë? Asu nuk e di, jam pa fjalë, nuk e di as vetë si të shprehem. Fëmijët e tjerë, 2 djemt janë të rritur. Po, kam djalin dhe gocën. Djali dhe vajza sa vjeç janë? Janë të mëdhenj. Sa vjeç? 21 dhe 20. Janë të rritur. Por ata si reaguan kur ndodhi ndarja juaj, divorci? Në atë kohë që iku kjo, mua më la vetëm 2 fëmijë të mëdhenj. 2 fëmijë të mëdhenj, djali dhe vajza jetuan me ty, kurse ish gruaja mori vetëm vajzën e vogël. Po, jetuan me mua. Por ata si reaguan kur nëna e tyre iku dhe në një farë mënyre i braktisi dhe ata? E kërkonin ato se nuk vijnë. I mbajtën raportet fëmijët me nënën kur ajo ishte në Greqi? I mbajtën.
Edhe sot kanë kontakte me nënën. Po. Por besoj ata nuk e kanë pritur mirë divorcin tuaj, ndarjen tuaj, e kanë përjetuar. Jo, nuk e vetëm mirë. Asë që vogla jo. Vogla ka qenë 8 vjeç atëre kur që ndaj jo. Në 2021. Por për 2 fëmijët e rritur kur ti undave me grua nuk kujdes e ti? Po. Sa vite qëndruan me ty? Me mua qëndruan 2 vite pa pak. Dhe më pas? Dërë 2022. Më pas u larguan? Dërë 2022. Dhe shkuan tek nëna? Pa jo, pasaj unë pësova një tramë dhe qëllova që erdha këtu pasaj në fshat. Pse, çfarë ndodhi me ty? Në stresit e tepër pësova një tramë. Kalova në stres. Jam kem vetë. Por sot je mirë me shëndet? Në jam kem, mirë jam kem. Edmond, më falë që të pyes, sa vjeç je? 25. U bësh dhe 100 vjeç. Rofsh. Dua t'i jap një këshill. Nuk je as i pari, as i fundit burr që je divorcuar nga gruaja. Po, e di. Siç ka martesa, ka dhe divorce. Kështu që Po. nuk e pse të kalosh në stres, në depresion, të shkatërosh veten tënde për hir të një martese që nuk funksionoi. Ajo donte të ndahej nga ju, unë nda, ajo ka jetën e saj, ti jetën tënde, por kjo nuk do të thotë që ti ta përjetosh kaq shumë divorcin sa të kalosh në stres. E kuptoj, po mbi fëmijët vallaj nuk e di çfarë them. Nuk është unë do të zgjemi mbi fëmijët. E qartë, unë e kuptoj dhimbjen tënde që ke si baba për fëmijët dhe ke të drejtat e plota që të kesh kontakte me fëmijët e tu dhe më dhimbsesh për të pjesë që ish gruaja të pengon vajzën e vogël që të kesh kontakte. Por në momentin që fëmijët qëndruan me ty dhe nëna iku i braktisi, fëmijët pas 2 viteve ku shkuan? Ajo kthye në shtator, pastaj 2021 kthye në shtator sepse unë i vuroj kusht, se goca e vogël ishte në shkollë. Dhe tashun hajde këtu në Shqipëri tashun ose unë do të pyesit policin tashun aty do ish brenda tashun. Erdhi në Shqipëri, po nuk edhe tek unë më, po e vajti me shtëpi tjetër. Mi po goca prapë se prapë nuk sado që linde ajo erdhi tek unë. E takove vinte shpesh tek unë. Ose vogël. Vite pranë fëmijëve të tjerë. Edmond, por ajo erdhi në Shqipëri në shtator të vitit, të atij viti, se vajza do fillonte shkollën, se ti vure kusht dhe bëre shumë ish ja vure të kusht, sepse edhe ti je baba dhe do vajzën afër. Kur ajo erdhi, fëmijët e rritur çfarë i tha nënës? U bashkuan me nënën apo qëndruan me ty? Jo, qëndruan me mua. Ajo mori një shtëpi me qira dhe jetonte me vajzën e vogël. Po. Por vajzën e vogël nuk ta pengoi. E pengonte ajo, pa ajo e merte vajzën madhe. I kte fshehurazi. Por pse nuk e denoncove në polici? Pse nuk u drejtove gjykatës? Të bëje divorcin dhe të merri të drejtat e tua ligjore si baba? Jam drejtuar gjykatës, unë kam bërë gjitha këto, por çështja ime është në apel me. Po pse çfarë vendosi shkalla e parë që ti je në apel? Më kalon 100.000 lekë pension ushqimor. Detyrim ushqimor që do të paguash për vajzën? Po, në muajt. Por pse ti e apelove vendimin? Apelova sepse unë 128.000 lekë marrë kem të ra. Dhe nuk e të ardhura për të paguar? Po, s'kam as 19 ardhur tjetër. Por të drejtat e takimit, sa herë në muaj ti dha gjykata? 2 herë në javë, duhet mos gaboj. Gjë të cilën Çdo fundjavë, mos gaboj çdo fundjavë. Gjë të cilën ish gruaja nuk e respekton këtë vendim gjykate. Jo. Ke shkuar te zyra përmbarimore për të ekzekutuar? Nuk kam vajtur fare sepse mua avukati më thotë që gjërat janë në apel akoma, thotë dhe nuk kemi si të kërkojmë as përparim as gjë thotë. Ti kërkon ndryshimin e vendimit të shkallës së parë, pasi nuk ke para për të paguar detyrimin ushqimor, se je në kem dhe merr 120.000 lekë të vjetra, ndërkohë që 100.000 lekë ke detyrimin ushqimor. E qartë, e kuptova. Po. I dashur Edmond,
Nuk e ke marrë guximin të shkosh në qytet dhe ti thuash ish gruas, dua vajzën të takoj? Më kam vajtur, ajo me të nuk flitet. Por pse nuk flitet? Kur nëse kam gjetur gjuhën për 20 vjetësh, se mund ta gjej gjuhën sot unë me to. Por kur ti shkove, ajo çfarë të tha? Ajo para 2 vjetësh, 2-3 vjetësh e mëte gocën, se ishte goca e vogël, atëherë dhe mëte gocën për dorë, si ta them, si leck, të rishte. Dhe nuk lejon Po si se ajo tani urrejti tani kalet ashtu, po ajo se që e vogël e mande për dorë edhe të rishte kështu. Zvar. Ti e ke kontaktuar në telefon? Jo. S'kam në më kontakte, kam vetëm të gocës, që kam blerë telefoni, kemi blerë të 2 telefoni, a blerë para 2 muajsh, i pati blerë goca e madhe i telefon vetë, Po. pasaj se i patalan telefonin tim, E qartë, vajzës. gocës vogël, nga ju prish telefoni, blerë goca e madhe telefon tjetër, tani ja blem të 2 neve, ajo s'bëri tani nga në ati sepse arqeja është se ajo të shtik dhe në Greqi. Ajo ka bërë shpesh e rrugë në Greqi. Por aja E tani... po se kam denoncuar dhe tani. Por pse, ka iku në Greqi me vajzën e vogël? Jo vetëm. Po vajzën ku e ka lënë? Vjetë e latë e kun vjetë. Pranova vjetë për jetë të fëmijëve, se më thamë fëmija e majta 3 muaj gosën e vogël për behar, në pushimet, 3 muaj, përsa si vjetë më ka ikur do në tikte erën e dytë, se njerë miku do në tikte dhe njerë. Dhe çfarë ndodhi kur ai kërkoi të ikte për herë të dytë? Janë bëj blok tani. Jo, kur donte të ikte për herë të dytë, të kërkoj që ti t'i baje Do në prapë flitë vajzën. gosën me vend tjetër. Të kënë kushirë të një bivet. Po kur babai është gjallë, pse du ta lindte te kushurira ajo? E po ja, e kështu i thot mendja, që të them unë. Por jo, ti duhet ta denoncosh në momenti që një nën, unë e kuptoja, ndoshta do shkoj në Greqi të punoj se i duhen para, por ama nuk mund ta lër fëmin te kushuriri te kushurira. Kur ka babai gjallë dhe mund ta marrësh ti vajzën. I kam thënë që i kam thënë dhe unë edhe shkolla që duam i deklarat me noteri, që ku do të shgocën, ajo atëherë u pengua që ku ta linte, që shqipe të deklaratën. E tani më bëri pengesë mua që unë s'po flasim të me gocën me kam 6 ditë sot. Pra, Asuna së familje ime. thjesht fakti që ti e pengove për t'i ikur në Greqi, ajo të ka bllokuar që mos flasësh me vajzën. Po. Dhe u boj 1 javë që ti nuk flet me vajzën. Po. As e kam shikuar se gjyshor, se gjystek. Telefonin vajza e ka të fikur? E ka të fikur. Jo, se ka të fikur, ka blokuar thirrjet. Të ka bllokuar ty? Po, mua dhe shpinë, këtu, prindërit, vllain, motrën. I dashur Edmond, 2 fëmijët e rritur, vajza dhe djali, jetojnë aktualisht me ty apo jetojnë jashtë Shqipërisë? Jetojnë me mua kanë shuja. Por ata nuk kontaktojnë me nënën që t'i thonë pse i ke bllokuar telefonin e motrës? Nuk kanë çfarë i bëjnë. Por I fëmijët, kam thënë, por ka thënë që bënë çfarë doni sepse ne s'mund të mushim edhe në asaj. Se e s'marr vesh. e qartë, pra edhe fëmijët në një farë mënyrë janë dorëzuar me nënën e tyre. Po. I dashur Edmond, mua më vjen shumë keq që ke 6 ditë që nuk ke asnjë lloj kontakti me vajzën tënde. Patjetër që duhet i drejtohesh dhe institucioneve, sepse ke të drejtat e plota për të takuar vajzën, edhe pse ti po pret që apeli të vendosi të japi një vendim për atë që ti ke kundërshtuar vendimin e shkallës së parë, por nëse ish gruaja do të dëgjonte, çfarë mesazhi do t'i përcjellje? Qa t'i përcjellon asaj, duhet të takoj fëmijën tim dhe të flas me fëmijën tim. Këtë duhet që të shuja. Asin gjatë ditës, si kam kërkuar gjatë ditër. Edhe ajo s'kam shfat më kërkojnë gjatë ditër mua. Se s'kam në detyrim. Të ka marrë malli për vajzën? Po.
Kur e ke takuar për herë të fundit që ke qenë me atë fizikisht? Unë datën 11. Ka qenë të shtëpia juaj? Jo, e kam takuar në Gramsh. Ke vajtur në qytet dhe e ke takuar? Po. Çfarë të tha? Qa të më thoshë, më tha babet ajo ta do që t'i Greqita dhe do që të më lërë mua këtu, tha. Por nëse ajo do të emigroj... Do t'ikim për punë, tha. Më thota që do ikim për punë, tha. S'keme lek të hamë, tha. Po me i tha shumë... Pse s'punon tha shumë ajo? Po s'ka punë për ta, tha. Si s'ka punë për ta, tha shumë, këtu tha shumë, asaj nuk më mojnë gjatë, tha shumë. Ajo së s'ka tha shumë s'punojnë, thash. I dashur Edmond, nëse ajo vërtet do të iki në Greqi të punoj, vajzën mund ta lërë tek ty. Ti je dakord ta mbash vajzën, se ti këtë po kërkon? Gjërë, shkollën nuk e ka këtu goca, shkollën e ka në qytet. Shkolla pengese, kuptoj, ti jeton në fshat. Po. Por vajza është 14 vjeç. Dëshiron t'i japësh një mesazh dhe vajzës tënde që ke një javë pa folur? Qa të them më ka marrë malli, dua që të flasë me ta takoj, edhe ta kem në kontrol gjithë kohën. Ta uroj me zemër që të bashkohesh sa më shpejt me vajzën, uroj dhe shpresoj që ish grua juaj, nëse është dhe në Sepse as institucionet policisë nuk po bëjnë gjë. Isha dhe djenë polici dhe prapë nuk bëjnë gjë. Pra ti e ke bërë një denoncim në polici? Po, isha në polici dhe nuk bëndë asë një gjë. Isha të CPZ-a e qytetit dhe më tha mua ta do të marrë i gosa në telefon, asë njëri nuk morën telefon, Gjinievo, CPZ-a. Por ti dyshon që është nëna që e pengon vajzën, apo vajza nuk do të flasi më me ty, sa ajo është 14 vjeç? Ajo e pengon sepse përsa fola me psikologe në sot dhe kështë marrë në pyetje psikologe e shkollës dhe kështë thënë goca që unë nuk kam telefon. Nëna ja ka marrë telefonin? Po. Dhe vajza nuk ka mundësi që të komunikoj me ty. Por te shkolla nuk e mundësi të shkosh të atakosh vajzën tënde? Ajo ka shkollën në zitë, unë s'ka me qatë të utoja di. Unë uroj dhe shpresoj që ish gruaja juaj të na ndjeki në këtë live, ta kuptoj që ti je babai biologjik, ajo vërtet është ndarë nga ty, nuk ka më dashuri për ty, ti ke jetën tënde, ajo ka jetën e saj, por ajo vajzë ka ardhur në jetë fal teje dhe fal asaj nëne, dhe ajo vajzë ka nevojë edhe për nënën dhe për babain. Uroj që ajo të ndërgjesoj dhe ta kuptoj që ti je babai dhe ajo s'duhet ta pengoj kurrë. S'kam qatë kërkojmë, kam 7 ditë që unë s'po takoj do të gocën. Dhe më vjen keq. Gjithsesi Edmond, uroj të bashkohesh sa më shpejt me vajzën tënde, uroj që zëri juaj të dëgjohet nëpërmjet këtij live-i, do mbetemi bashkë në kontakt dhe të përshëndes. Faleminderit, të rofsh, gjithashtu dhe juve. Miropafshim. Gjithë mira, faleminderit. E dëgjuam këtë baba i cili ka më shumë se një javë që ka humbur gjolli kontakti me të bijën, uroj dhe shpresoj që ish bashortja e tij të na ndjeki, të reagoj, të ndërgjegjësoj dhe ta kuptoj që një nën nuk mund ta ndaj kurrë fëmijën nga babai. Urojmë që Edmond Kasmi të bashkohet sa më shpejt me të bijën e tij. Do vazhdojmë të qëndrojmë sërish bashkë live, pasi një tjetër personazh do të kemë ditën e sotme, një tjetër denoncim. Hap dritaren dhe përshëndes. Agron, përshëndetje. Përshëndetje, qyshje, a jeni mirë? Mirë, ju si jeni? Dhe e të shokun ata vlad, gjithë mirën e? Mirë, e kam dhe burrin. Qoftë mirë. Ti me shëndetësie? Shëndeti imi i kuaj. Por pse thuaj të gjë, që ka ndodhur? Po, ashu bëra një përplasje dhe kena kam kaluar në të gjitha pikse gjaku, me diabet, mikën dhe syt e tërë. Por ke pësuar aksident? Ja dhe paralizë, duhet ja vetëm këto hapak, tjetën fare. Por kur ka ndodhur aksidenti, çfarë viti? 6 vit ka me këta basë. 20. Në 2020 dëgjoj aty që thot dikush. Por të përplasin ndonjë makinë? Përplasje ti me këto kafshë e ngarkesës. Ku ishe duke punuar në ara?
Jo, isha aty ke ikë, një qenë e kafshoj dhe më përplasje ti më caplaka dhe ngriva fare. Pase. Ka qenë një qenë që të ka kafshuar. Po kafshoj mushkë atë kafshët, edhe unë përplasje rash mrapa kohës, ngriva komplet. Pastaj mora këta në Barela në Tiranë, edhe në Tiranë asë gjohja këshu karocë. Do me thënë, ju keni rënë nga mushka. Po. Por keni pasur dëmtime të rënda sa ka ndodhur paraliza. Gjitha e kam unë me, të gjitha e kam dhe najtë tha që kërëjzile unë, se thash unë të tore shohë se po në gjoj të në televizor, se vetë se hapë do të në sport, hapë qupa dhe po në gjoj, tore për një mojve të mund, thash, po su një rash dhe unë një, thash. Po, ju më telefonuat, më dërguat dhe mesazh, ndaj jemi të dy së bashku sot në këtë live. Agron, sa vjeç je? Unë jam 62 vjetë. Edhe 100 vjeç u bofsh dhe uroj që Zoti të mbëj mrekulli me ju dhe t'ja dilni. Por mjekët çfarë të kanë thënë? Mjekët që thënë hiq fare. Më dhanë lidhen një kem për të verbit, ma hoqën, kam 6 muaj, ma kanë hek fare. Por problemet me shikimin të erdhën pas atij aksidentit apo kishe probleme? Jo, atëre mikën me sy me tëra mua. Por pse dëmtimi aq i madh ishte në tru sa të ka marrë dhe shikimin dhe paralizën të ka dhënë? Ai ra gjaku se ra shumë mrapsh, ra gjaku në tru, edhe i psoj tora me paralizë me tora. Por ju jeni në karrike me rrota? Po, ja, këtu jam karrocë. Pra, ju nuk ecni dot më? Pare, unë slivisa s'kam, pare. Por ju kujdeset bashkëshortja, fëmijët besoj. Ajo, është bashkëshortja, po maj dhe qupën bëzati, qupën për më... Vinë kërkesat, në të qoj, unë s'ka asë murdon dot. Po më thuaj që vinë kërkesa për ta martuar dhe në një farë mënyrë po e mban peng vajzën sa e të shërben ty. Po mund të më shërbene, po që të bëjë, unë kush gruasëm, ajo është vetë me smur, me ekra në kante, me tensione, me diabetika të gjitha dhe. Dhe më vika shumë keq për ty Agron që në këto 6 vite jeta juaj ka ndryshuar tërësisht. Po, ja 6 vite, unë ja e vinë shtatori 6 vite fix. Dhe si është një ditë e juaja? Ti ngrihesh nga gjumi dhe pret të vi dikush të marrin nga krevati të vendosin në karrocë. Ka qupa me gjithë gëruat, bot ati më hipin karrocë. I dashur Agron, ti në mesazh më shkruajte kishe një ankesë për një infermiere. Çfarë ka ndodhur? Po, ja, është një ajo Gramshi Besmira Qose, që një infermiere këtu me 9 muaj kusht të librazit, ma hoqën dhe ato për shikuar në një tensionin, e hoqën. Unë folajnë dita, e unë pritit me të madhe dhe unë se ma qoj cuca zine, edhe ajo unë pritit me të madhe dhe thashu të falem deri, thashu. Pra, ju nuk keni infermier në fshat? Po, e hoqje, qeja për hoqje. Në çfarë fshati jetoni Agron? Në kishtë komunës Kodovjat, Gramsh i prefekturës Elbasanit. E qartë, ju merr Gramshi, por prefektura është Elbasani. Dhe ti po më tregon që kur e telefonove infermierin që të vite të shërbente, të mase tensionin apo të ndihmonte, ajo të bërtiti? Po, u keqe ajo në pëpte dhe fund pasaj kura ajo i thash, hajtë të të unë s'kam, i thash qupës, më dhe mos e, që ajo mi shtresuar, mos shtresuar më, thash. Po pse të bërtiti ajo, ti ndihmë kërkove? Ti nuk e di që e kishin hequr nga puna? Po ajo e di se unë jam karrocë dhe me vërtet. Kush të do në karrocë, të do njeri? Por ne njerëzit duhet t'i duam ashtu si që janë, dhe kjo fatkesi që t'ka ndodhur ty mund t'i ndodhi kujdo nesër në një aksident automobilistik apo si që ndodhi që re nga mushka dhe ishte fatale për ty. Por ju kërkoni që në fshatin tuaj të ketë një infermier se ti e ke të domosdoshme që të kesh afër një infermier qoftë dhe për një gjilpër. Të ketë infermier,
se këtu ku jam unë jam me qirata, unë s'kam as shtëpi, as trull, as gjë, ja këtu jam mezi një dhoma kanë liruar. Por pse me qira? Ju nuk keni patur shtëpin tuaj? Pare. Por pse nuk keni pasur shtëpi? Po, ashtu, atë e zaton plejtë, me morën plejtë, kam plejtë ato. A, i keni gjallë prindrit? Jo, ata di që po djali që është me te. Shpiti i gëzon vllajt tjetër, le të themi, dhe ti dole me shtëpi me qira. Po, unë me qira, po që është mirë, po smura, po që është mirë përsi, po që të doja, i me u bëra sa ka tu, për i tu. Jetesa juaj është e vështirë? Shumë bilez, Allah i këtu. Me çfarë jetoni, Agron? Me una, me qeto, ja. I themi neve mledhi misa, bojmë ne lakrua për ditë, ato me lakrua ham. Nuk keni asnjë lloj të ardhur? Ja, ku kam të ardhur, tu madhi, kush e ma madhe, ajo s'murë, unë s'murë për maj qupën, tu për martuat me të përkëpun për vete time. Sa fëmijë keni? Unë 3 fëmijë. 2 të tjerët janë të martuar. Njëra u martua, u ndadha ajo, pa ajo iku është ndarë vete, asë se bezdis mona, e më një morë për të morë, po për të bezdisë se bezdisë. Se është e vetme, le të themi. Edhe i kiti për shindar dhe këshu. Kjo që me mua, kjo i me të dhe. Të 2 fëmijët e mëdhenj janë të divorcuar. Po, janë ndarë, janë vete. Por vajza që jeton me ju sa vjeç është? A i se në ditë më e, po bëj 6 vitë unë që për maj qupën. Kërkesa ka padë e për maj se ku shumë rëtëllon mua. Edhe kjo thot jo, ku të më jetë babi së për më jetë. Agron, mjekët çfarë të kanë thënë? Ka shpresa që një ditë do ecësh sërisht? Fare. Ju jetoni me medikamente, pini ilaçe për të mbajtur situatën në kontroll. Në gjunjë poshtë, unë më kam dalë dhe me trupoz, i kam tërë plagë. I dhe vetë nuk e të dojë për lekë gruenje me shamit të goja. Më fil ka keq, sinqerisht për ty. Të besh. Plus i moqë dhe kempin e të verë, ja, pa kempjo. Po mirë, ju jeni në karike me rrota, me aftësi të kufizuara, nuk merrni fare kemp? Unë fare, që të marë edhe me apik të në ndimën ekonomike, moj që në zetës, në 18.000 lekë, aq mjapi. Sepse ty të meriton kempi, përderisa i je në karike me rrota, nuk i aftë të lëvizësh, të ecësh, meriton të marrësh kemp, përveç se je dhe probleme me shikimin që mund të marrësh kemp dhe nga mos shikimi. Por ti meriton thjesht fakti që je në karike me rrota të marrësh kemp, dhe ti po më thuaj që nuk merr kemp. Jo, unë vetëm në këte ma në ndimat marun, këte më kanë futën, Nga bashkia. Në 18.000 lekë. Vetëm këte marun, ane drejt nuk marë fare, kam 6 muaj ma prep. Por me çfarë motivi ta ndërpren kempin? Pas një, s'më ka të përgjigje fare. Fare. I dashur Agron, kush është mesazhi që do të përcjellësh sot, që zëri juaj të dëgjohet? Kusha mesazhi, një parë drejtojmë të si stut, po patë mëndësi, më ndihmoni edhe për kempin dhe për këto që po paraqitun kërkesë. Vajza juaj, duke ditur që se përdorni do telefonin, të më dërgoj të gjithë dokumentacionin e kempit që ju keni dhe unë patjetër do të ndihmoj, do lidhe me kempin e pror. Po, ti jep kjo torë me foto. Dhe të uroj jetë dhe shëndet. Përshëndetje! Përshëndetje, mirë, fjeti, me familje. Ju jeni bashortja e Agronit. Po, Dhe më vjen keq për bashortin tuaj për këtë gjë që i ka ndodhur dhe jeta është bërë e vështirë për të gjithë. Shumë mirë. o det, po dhe
unë jam rëzur, kam shtyr kemën e kam me proteza njërën. Kjo e këtaj. I dhanë vetori. E një vit më dhanë, më 10 muaj më dhanë atyre kur u aksidentova, ma hoqën ata, se s'kisha siguracione dhe më ndërprejnë. Ti për shkak të protezës që ke në këmbë, nuk arrin dot që le të themi ta ndihmosh agronin që të shtrihet në krevat apo nuk mbaj dot se unë gjatë vitet për shembull nga diabeti që kam me dyrat e larta, diabetin e lartë, bëj vizita dhe unë 2 herë, 3 herë në vit, bëj vizita që marr ilaçet dhe nuk e mbaj dot, dhe kema ime hapet plaga gjatë pranverës, ku ngrohet koha, pustinës hapet ajo, hapet plaga, atje ku është haperur. E dashur, por agroni më tregoi që nuk keni as kushte ekonomike. Po qeshmi, po më zukjoj me, po më qeshmi dhe ronja si gjithësirë, dumë po qatë bëj. Si a dilni? Po ja, mbledhim ndonjë lule, për shembull jashtë, ku vinë si në pranverës. E këto bimë që mbledhim, për shembull. Dhe ajo që më dhëm më shumë është për vajzën. Vajza është e madhe në mosh dhe agroni më tregoi në mosh. Kërkesa ka. Unë edhe të siki dhe pa mujtë të ti, unë po dhe i tu karrotë. Është jetë e vështirë, Odet, jetë vështirë se gjatë dimit, për shembull, kemi ja 4-5 muaj ujë, për shembull, që kemi ku tu ke shtëpia pasaj, nëse zbie shi, e mbajmë diku larg, me mbajt ujë larg, lajm, shplajm, se njeriu është i gjallë të lajë, të shplajë. Po pse ju s'keni as ujë aty? Jo, 5-6 muajt e barit e mbaj, për shembull, ku ka qes më larg, me ujë se prenjë, mbaj për të larg, për të shplar, për gatuar. Wow, në 2026 mos të kesh ujë? Të grumbullosh ujë? Në dimë që ta shpizosh në behar? Burin, gjatë dimit vjen, 5-6 muaj gjatë dimit ka, pasa gjatë beharit do të mbajsh. Me la ngarkese, do vesh larg, ku të ketë. E dashur, vajza një ditë do martohet, se nuk mund ta mbani përjetësisht aty pa martuar t'i shkatroni jetën. Ajo që duhet të këmbgulni është që nëse ti nuk mundesh dot që t'i shërbesh agronit, duhet i kërkoni shtetit një kujdestar për agronin. Agroni duhet të marrë kemp, të ketë një kujdestar dhe t'i jetojë. Dhe jo të rinë atë dhomë të mbyllur pas një lloj kushti me gjendje të vështirë ekonomike dhe jeta të kthehet në ferr përpos dhimbjes që ai përjeton që ka ngelur në të karrike me rrota. Po e kam bërë, Po kemi bërë kërkesë në bashki, 2 herë, po 2 herë ky, para se të rëzosha unë 2015, dhe jam rëzuar unë dhe njërë vjetë, kam për unë vjetë ati, nuk e pranu unë, sot gjej shpi, kështu të vjetër, për shembull, po është në gram që t'i regulojnë, po nuk ka mundësi që ta blej shpin e vjetër, se shpi vjetër po vetet njësoj me shpinë e reso, 30 milion të shetë kush. Bashkia mund t'japi dhe një bonus qiraje, që ju të gjeni një shtëpi me qira në qytet, ku të keni afër spitalin, të keni afër të gjitha. Dhe bashkia t'ju japi një bonus qiraje. Pa se mundot, se bashkia për shembull ke jep direkt, për shembull ai shtëpisi do ndor, për shembull do që 50, 200, se ka qiraje shtrenjtë. Ai ky aq merr 120.000 lekë dhe 45.000 lekë ndihmë ekonomike. Me aq para nuk ja dilni dot, është e kuptueshme me ato ndihmë ekonomike që me atë nuk lan vetëm qira, për shembull qira, po të blej ilaçe, po gjysma ti blej, gjysma ti le pa bler. Po unë ilaçe për shi dhe unë. Qa jetë e vështirë. 130.000 lekë i duon mujt për ilaçe, për shembull jo analizat, jo ato vizitat, jo. Zoti ju dhënë forcë për t'i përballuar të gjitha këto probleme, si me shëndetin edhe me ekonominë, sepse e kuptoj vështirësinë që kaloni. Por besoj që edhe ti ke një mesazh ditën e sotme, je në mbështetje të bashortit tënd. Mbështetje bashortit tim i dua që ti lidhet kempi përsëri, në tetorja ka ndërprer, ka marrë 4 muaj, në tetorja ka ndërprer, dua që ti lidhet kempi, që të jetojë dhe ky 5 ditë për shembull. E kuptoj.
unë i premtova Agronit që do më nisni dokumentat, unë do bëj të pamundur të lidhe me kempin e pror që t'ju ndihmoj për këtë pjesë dhe uroj që Zoti bëft më të mirën për ju. Faleminderit. Rrosh gjithë mira kesh dhe ti. Agron, mos u dorëzo. Po që do të zhot, unë po të zhot vetë shëndeti, që të bëj pres. Ku mërzitet, ai që mërzitet më vërtet mu, të mu, po ti mos më përdit mu. Duhet ta kuptosh dhe ti ta mirë kuptosh. Po e mirë kuptoj se e thonë 7 vjet, siç unë veta 4 vjet unë me paterita, me zë unë ka kemë dhe kë. Sepse ai mërzitet, i mbyllur në shtëpi, në karrike me rrota dhe detyrohet që gjithë ato mllefin t'ia nxjerrë gruas dhe të bërtet ty. Kjo nuk është e drejtë Agron që i bërtet gruas, por ajo të mirë kupton. Unë jo që qërape se lava kemë që suni brenda. Dhe sa unë do t'i të modit, sa ja kam grua dhe pa qërape, se ka i kur qërape. Jo Agron, jo, ajo të do të respekton në shafër teje dhe bën gjithçka për ty. E kuptoj atë dhimbjen tënde, por mendo pozitivisht. Për të keqë, do t'ju keqë është në një grua, si jo ju punoj që t'ju qofshi dhe rrofshi dhe si mos më mirë, për këtyre do t'ju keqë si që këtyre të fshatit, se edhe përtojnë një Gratë e fshatit, gratë e qytetit janë një lloj Agron. Jo, përtojnë një qikë të të shatit. Jo, unë besoj që gratë e qytetit përtojnë, se janë mësuar pa punë. Fshati ka më shumë punë dhe gratë e fshatit janë më punëtore. Unë kam brazet në kosht të dy. Ku ishin këtu ata, do i përtisin në një grave. Ati nuk i kam gruar njetë, më thot një po i përtiti gruas fare. E kuftoj. Mirë, e shikoj që jeni një çift që keni humor, patshit humor, gëzimi jetën tuaj, qofshit të lumtur dhe do mbetemi bashkë në kontakt dhe të uroj jetë dhe shëndet Agron. Edhe ty e dashur. Faleminderit shumë dhe kështu qofshe gjithmonë urata, na të shkojsh pace. Ju përshëndes të dyve dhe mbetemi në kontakt. Rosh. Mira kesh. Mirupafshim. Mirupafshim. Mirë të dashur miq, kemi ardhur në fund edhe për këtë live. Unë ju falenderoj që ndurat me mua deri në fund të kësaj video. Nëse dhe ju keni një histori për të denoncuar, kërkoni që të jeni pjesë këtu në live me Odetën, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj. Por ju mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dume Mandro dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime, mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëjeni pjesë e kanalit tim zyrtar në YouTube, ku çdo paradite jam live me ju me këto histori njerëzore. Faleminderit që më ndiqni, faleminderit që më mbështesni. Takohemi nesër. Mirupafshim.